7 ankesa në 7 ditë të fushatës janë deponuar në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa kundër partive politike për shkelje të rregullave. Më së shumti shkelje ka bërë lista serbe e për të cilat PZAP-ja i ka shqiptuar gjoba në vlerë prej 22.000 eurosh. Ankesë ndaj saj bëri partia Kosovski Savez për vendosjen e posterve e materialeve zgjedhore në hapësira publike. Për këtë lista serbe e mori gjobën më të lartë. Subjektit politik lista serbe me Selinë Mitrovicën e Veriut për shkak të shkeljes së kodit të mirësjelljes për subjektet politike, mbështetësit e tyre dhe kandidatët i shqiptohet dënimi me gjobë në lartësi prej 20.000 euro. Për pagesën e kësaj gjobe, lista serbe ju dhan 15 ditë afat, ndërsa u detyrua që nga momenti nxjerrjes së vendimit t'i heqë të gjitha materialet nga hapësirat publike. Gjobë prej 2.000 eurosh kjo parti mori edhe për vendosje të banerëve në objektin kolektiv të banimit në sheshin Car Lazar në Mitrovicë të Veriut, e ankesën për të e bëri vetëvendosje. Një tjetër gjobë prej 2.000 eurosh ju dha Partisë Liberale Egjiptiane për ankesën për shkelje të fshehtësisë së votës të bërë nga IRDK-ja. PZAP-ja i hodhi poshtë edhe disa ankesa, mes tyre ato për zhvillim të fushatës së parakohshme. Për këtë PZAP-ja argumentoi se as ligji për zgjedhjet e përgjithshme dhe as rregullat zgjedhore nuk kanë të paraparë sanksionime apo marrje të masave të tjera ligjore për periudhën kohore që i referohet para fushatës zgjedhore. Përveç formës tradicionale, partitë që nga shpallja e zgjedhjeve zhvilluan parafushat edhe në rrjete sociale. Nga 20 nëntori, subjektet politike nisën sponsorizimin e postimeve në platformën Meta, që i posedon Facebookun e Instagramin, e ku është e obligueshme transparenca. Janë 85 subjekte që për të tilla sponsorizime shpenzuan nga më shumë se 100 euro. Pa numëruar kandidatët veç e veç, vetëm nga PDK-ja janë bërë sponsorizime në vlerë të afër 10.000 eurove, e 426 euro sponsorizime janë bërë në emër të kandidatit të saj për kryeministër Bedri Hamza. Mbi 4.400 euro për fushat online janë shpenzuar nga subjekti politik LVV. Mbi 800 euro nga LDK-ja e mbi 4.000 euro nga kandidati i saj për kryeministër Lumer Abdigjiku. 2.300 euro në sponsorizime politike në rrjete sociale i shpenzoi kandidati për kryeministër i AAK-s Ramosh Haradinaj. Ligji për zgjedhjet e përgjithshme thot se çdo subjekt politik duhet të deklarojë shpenzimet e fushatës 90 ditë para zgjedhjeve deri në ditën e mbajtjes së tyre. Por në shoqërinë civile janë shprehur vazhdimisht shqetësime se deklarimet e partive gjatë fushatës nuk janë reale, pasi ka dallim mes asaj që shpenzohet dhe asaj që raportohet.